Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush reagimin e parë të Eglit. Egli ka reaguar në Instagramin e saj duke i shkruar po këto që ju shikoni, e cila thot: "Uroj që ky reagimi imi i kërkuar aq shumë prej jush. T'ju ketë gjetur mirë, ju dhe gjithë familjarët e juaj. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësimin masiv për gjendjen time. Ju detyrohem shumë. Dua ta nis duke ju thënë se ndjehem e trishtuar dhe e ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem me asnjë spital psikiatrik apo asgjë e ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithçka që kanë, që unë të rimbëlet forcat e mia për ta dashur veten shumë. Faleminderit Zot. Kjo çfarë po ndaj me ju sot është një ndjesi nga shpirti e fjalë që vazhdimisht i kam shprehur edhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos zbërtitur fort. Nuk kanë mundur të ndëgjohen mjaftueshëm. Fatkeqësia e narrativse e historisë sonë, nëse më lejuhet të ta quaj të tillë, mediatikisht mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë. Të paktën mjaftueshëm pamjeve ku edhe mua më citoheshin fjalime, qasje romantike e konfirmime se një ndjenjë ka lindur. Se ka një vlerësim, tërheqje dhe pëlqim, se sheh një perspektivë deri tek ajo e gruas në të ardhmen, se s'mund të qëndronte dot larg meje, e sa të tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë mund të drejtohet. Do me thënë, Egli thot që brenda shtëpisë dhe në media nuk është transmetuar, gjesti ka shprehur shumë pëlqim për të dhe ka dashur ta sheh gruan e tij të ardhshme. Puthje ledhatime, përqafime, përpjekje të ëmbla e çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, siç një njeri i përfshirë në ndjenja bën, e që kanë një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen për ty të japin shpresë. Nuk mendoj se ka vlerë të flas për sekuencat ku e sa herë unë distancohesha edhe mbaja qëndrim. Qëndrim të rënd, pas meje duke më thënë se s'qëndronte dot larg meje, duke ma bërë të mundur t'i qëndroja gjatë stoike, pasi zemra, amplifikimi e ndjenjat më bënin të thyesha para tije të përqafoja, duke justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojen e tij. Dhe këtë, sado që e lëndon e mirë kuptoj. Unë nuk mundem dot t'i lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lexuar si të tilla, të sinqerta. Për këtë arsye zgjodha të qëndroja e vërtet me ndjenjat e mia, të luftoja për të e të mos mohoja siç edhe ai vetë më kërkonte të bëja. U përpoqja shumë të kuptoja lojen e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qofte edhe kur ajo lojë cënonte respektin ndaj vetes time. U shqetësova dhe u kujdesa shumë për dikë tjetër dhe embrin e tij aty brenda. Se për veten, sepse e till jam unë kur e dua dikë, ose më sakt, e till kam qenë e shpresoj shumë të ke marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet vënë para vetes tënde. Në fund të lëndohesh ti dhe vetëm ti, si një njeri që bën shumë për të tjerët, deri në vetmohimin, tërheq narcizmin, drejtmeje e kundërta jote të tërheq. S'është hera e parë që më ndodh, ndaj dhe jam shprehur që disa tipare më kujtonte dikën të kaluarën time, pa patur dëshirë të jap më shumë detaje, siç kam thënë, dua që të flas për të mirat e të këqijat t'i mbaj për veten time. Për këtë më duhet ta sqaroja, thot Egli Tako. Më pas Egli vazhdon: "Unë jam më mirë çdo ditë që kalon, më bën pak më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha, nuk dua të lëndoj më familjen dhe veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem dot t'i fik me buton, por të qenurit në distancë më bën të kem më të ftohtë realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prezenca 24/7, që deri në momentin e daljes ishte e pamundur ta shmangja. Më ndikonte shumë emocionalisht, malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prezenca. Po merrem dal nga dal me veten time për të ngritur më e fortë,
për të gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe ndjenja të forta. I them faleminderit me gjithë zemër, për sa kohë ai dhe vetëm ai në ndërgjegje e di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshim të kishim një relacion romantik. Mendoj se nuk kam arsye të takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha bërë tepër në optikën e tij, e po më thuaj shpesh fraza o unë o ti në këtë shtëpi, po ma bën të mundur të qëndroj këtu, po më prish lojën time për të cilën kam sakrifikuar e shumë të tjerë. Për një njeri që shkatron lojën e vet, për të mbrojtur e luftuar për lojën e dikujt tjetër, është dëshpëruese të dëgjoj këto fjalë. Nuk e përballoja dot më këtë si akuzë dhe shumë veprime të tjera kontradiktore, ndaj edhe arrita pikën ku rrugtimi im duhej të ndërpritej. Uroj me gjithë zemër që tani që nuk jam, të mundet të bëj lojën të cilën unë po e prishja, sepse nuk dua të jem kur pengesa, nëse dinamika do t'jetë e tillë. Patjetër që të vazhdoj të jem koherente me deklaratën time se ai meriton të fitoj këtë edicion si lojtari më i larmishëm dhe me qëllime të qarta brenda asaj shtëpie. Por edhe si njeriu që pati aftësinë të më fitoj zemrën dhe besimin dhe më dha emocionin. Puthje të qeshura e të qara më bëri të haroja që isha pjesë e një loje, shtëpie ku përshtatesha me vështirësi e ta doja atë vend. Kemi bërë pjatën dhe shtratin së bashku dhe nga ana ime nuk do të përçohet asnjëherë. Zgjedh të mbaj mend mirë e të lë kohën e Zotit të ndaj halalin dhe haramin. Faleminderit nga shpirti për të gjithë dashurinë dhe vlerësimin tuaj e juaja Egli. Kështu ka reaguar Egli në Instagramin e saj, do me thënë Egli e ka lërë më të nënkuptueshme që nuk do të ketë asnjë gjë me Gjestin, që nuk do të ketë takim me Gjestin, që nuk do të ketë afërsi me Gjestin. Marrëdhënia atyre ka përfunduar, tashmë Egli është shumë e prekur nga të gjitha fjalët dhe gjërat që ka bërë Gjesti dhe ajo e mbyllën këtu tashmë këtë kapitull. Do me thënë një takim i mundshëm që Gjesti e pretendonte se do ta kishte jashtë nuk do të ndodhen, një video që Gjesti pretendonte që do t'i shkonte nga ana e Eglit në shtëpi nuk do ndodhen. Thjesht Egli është ftohur pafund nga ky djalë dhe nuk dëshiron më të ketë asnjë gjë me Gjestin. Ajo ndjet e tradhtuar, në mënyrën që ajo ka dalur jashtë, ka shikuar të gjitha gjërat dhe ka krijuar një largësi shpirtërore shumë të madhe nga Gjesti, me shpresën që ai të jetë fitues dhe Egli të mos të jetë personi i cili do t'ja mbyllte dhe do t'ja bllokonte lojën e tij. Egli nuk do të rikthehet më në Big Brother, Egli po vazhdon jetën e saj, është në shtëpinë e saj dhe është shumë e lumtur pranë familjarëve dhe miqve të cilët e mbështesin në shtëpi.